për Vlorën 2030 në Shqipërinë 2030. Mbani mend këto fjalë që në Vlorën e fundit kësaj dekade do të kenë ardhur emrat më të mëdhenj, do të kenë ardhur firmat më të mëdha, do të kenë ardhur të gjitha ato gjëra të bukura që mblidhen rreth një vendi kur ai vend bëhet xhevahir i kurorës së turizmit mesdhetar. Dhe Vlora e 2030-s do të jetë një nga emrat që do të shkëlqej në atë kuror që është kurora më e bukur e turizmit mbar botror, nuk diskutohet. Por jo vetëm kaq. Në Vlorën 2030 do të ketë mundësi jo vetëm për çdo vlonjat e vlonjate që jeton sot këtu apo për çdo tjetër që jeton në këtë qark, dhe as thjesht për çdo që jeton sot në Shqipëri, por për çdo që dëshiron të vijë dhe dëshiron të punoj në një vend ku ka punë, ku ka mundësi, dhe ku ka jo vetëm punë dhe mundësi, po ka punë dhe mundësi për të jetuar me shumë dinjitet. Sepse industria e turizmit, e cila tani më ka dalë në sipërfaqe, këtu në Vlorë, në 5 vitet e ardhshme, do të hedhë shtat në një mënyrë që sot është e vështirë akoma që të parafiturohet. Por sepse në këto vite është bërë një punë shumë e madhe dhe në ndërkohë ne kemi mbjell disa fara shumë të shëndetshme që do të rriten dhe do të bëjnë hije. Nga ana tjetër, ne sot ulëm avionin e parë për të filluar testimet në pistën e aeroportit Vlorës. Është pista më e madhe e rajonit. Për një aeroport që nuk do të jetë një aeroport turistik, por do të jetë një aeroport ndërkombëtar, që nuk do të ul dhe ngrej avion vetëm gjatë verës, por gjatë gjithë vitit. Por një aeroport që do të jetë shtëpia e kompanisë son flamurit Air Albanias dhe që do të presë dhe do të përcjell jo vetëm turist, por edhe shqiptar, jo vetëm nga Europa, por dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo vetëm. Aeroporti do të bëj testet dhe shumë shpejt në muajt e ardhshëm do të filloj të pres dhe të ul avionët e vegjël biznesit për të bërë gati për të hapur dyert në vjesht për të gjithë fluturimet dhe për të gjithë pasagerët. Por në ndërkohë në aeroport do të punësohen mbi 1000 njerëz, mbi 1000 vajza dhe djem, që jo thjesht do të gjejnë një punë, por që do të kenë një punë të mirë paguar. Dhe procesi ka filluar. Njerëzit kanë filluar të punësohen ndërkohë që ai do të jetë një aeroport që s'do ketë vetëm avion pasagerësh që vënë dhe vinë, por do të ketë dhe avion të ngarkesave kargo që do të çojnë e do të sjellin mallra, që do të çojnë e do të sjellin pako të gjitha përmasave, siç ndodh me kargot në të gjithë botën. Por nuk mjafton ende, sepse aeroporti ndërkombëtar i Vlorës do të ketë njëkohësisht përveç kargos edhe pjesën e tij të tretë, që do të jetë qendra për riparimin dhe mirëmbajtjen e avionëve. Jo për riparimin dhe mirëmbajtjen e avionëve që ulen e ngrihen nga këtu, por
për riparimin dhe mirëmbajtjen e avionëve të disa prej kompanive më të mëdha europiane. Është një kontratë e bërë dhe do të fillojë të zbatohet hap pas hapi. Por përsëri nuk mbaron këtu, sepse aeroporti i Vlorës do të jetë edhe baza për Akademinë e Aviacionit Civil. Një akademi që do të formojë kuadrot e aviacionit civil, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe më gjerë. Një akademi që do të ngrihet jo thjesht me financimin dhe mbështetjen e qeverisë shqiptare, por dhe me financimin dhe mbështetjen e rrjetit evropian të aviacionit, që ka zgjedhur Vlorën për të ngritur akademinë dhe për të formuar punonjësit e aviacionit civil evropian. Por nuk mbaron këtu, se ndërkohë ne kemi firmosur një marrëveshje dhe po në Vlorë do të kemi dhe Akademinë e Forcave Ajrore të ushtrisë sonë, e cila do të përgatisë pilotët shqiptarë, por do të jetë njëkohësisht një derë e hapur për të përgatitur edhe pilotë të rinj nga vendet e tjera të NATO-s apo nga vende të forcave të tjera aleate apo mike me Shqipërinë. Kjo është vetëm njëra anë që lidhet drejt për drejt me aviacionin. Ndërkohë që Vlora në vitet që vijnë do të ketë një nga portet më të bukur të jahteve në Mesdhe, dhe më në fund porti i Vlorës do të jetë një port turistik, ashtu si kundër në anën tjetër.